Të nërmi, selam aleikum, mirë se shihemi sërish në takimin e përditshëm në këtë muaj të begatë Ramazanit në emisionin Agjërimi na edukon. Kemi folur për ditë të tëra, për net të tëra, rreth shumë virtyteve dhe moraleve në cilat Islami na fton që të ngrihemi në nivelet më të larta të tyre. Sot do të flasim për lutjen, një trajtesë e cila vazhdimisht përmendet nga hoxhallarët për vlerën e saj, për dobinë e saj. Po do të mundohemi që në këtë takim të sotëm të flasim jo vetëm për lutjen, duan në përgjithësi, por se në mënyrë të specifike për lutjen ndaj të tjerëve, se si një pjesë të, po themi, lutjeve tona, një pjesë të brengave tona, ja drejtojmë shpesh atyre që i njohim, po dhe atyre që nuk i njohim. Dhe kemi kënaqësinë që këtë temë, pra për vlerën e lutjes ndaj të tjerëve, ta trajtojmë me hoxhën nderuar Blerim Rexha. Hoxh, mirë se vini. Mirë si gjej, Allah e shpëlbef për ftesën. Amin dhe juaj. Hoxh, le të ndalim pak të flasim, të përkujtojmë diçka rreth dobisë së lutjes. Pse lutja është një adhurim i cili përsëritet në mënyrë të vazhdueshme në këshillat fetare, çdo besimtar ka pjesë të jetës së tij. Sa e rëndësishme është lutja në përgjithësi? Po, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, selamet dhe selavatet qofshin për më të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lutja është një prej adhurimeve më madhështore. Madje është nga adhurimet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë është vetë adhurimi. Ad-dua huwa al-ibada. Lutja është vetë adhurimi. Me një transmetim që i atribuohet profetit sallallahu alaihi wasallam, thuhet që duaja është thelbi i adhurimit. E bukura e lutjes është që mund ta bësh në çdo rrethane dhe në çdo gjendje dhe nuk kurzohet as nga vendi apo nga koha. Sikurse namazi kurzohet kesh abdes, apo agjërimi, ta agjërosh nga mëngjesi deri në mbrëmje, apo haxhi me vend të caktuar, ndërsa lutja të shoqëron në të gjitha adhurimet përgjatë tërë jetës tënde. Lutja është ajo çfarë dietarët e kanë ndarë në dy kategori. Është lutje kërkesës dhe lutja adhurimit. Me një fjalë, lutja kërkesës është ato kërkesa të cilet ne ja bëjmë apo i parashtrojmë tek Allahu i lartësuar. O Allah, më jep këtë begati, o Allah, më ruaj nga zjarri i xhenemit dhe kështu me radhë. Ndërsa lutja adhurimit është me një fjalë e tërë jeta, e tërë adhurimit të cilën ne ja kushtojmë Allahut dhe shpresojmë shpërblimin dhe xhenetin prej Allahut të lartësuar ndaj nesh. Lutja është ajo në të cilën Allahu i lartësuar na fton neve që ta lutim. Sikur të dëgjonim për ndonjë njeri në jetën e kësaj bote, që është bujar dhe është i pastër dhe i ka rendet, dhe të na thonte dikush që ky le që është bujar, mirë po të gjitha kërkesat nuk i refuzon. Do të shpejtonim që t'i parashtronim ne kërkesat tek ai njeri. Madje, jo vetëm për veti, po do t'ju tregonim edhe të tjerëve që t'i parashtrojnë kërkesat nga dëshira që edhe të tjerëve t'i plotësohen ato dëshira dhe kërkesa. E Allahu t'i takon shembullin më i lartë. Ejse kemithlihi shay. Allahu nuk i ngjason asgjë. Allahu është më bujari. Allahu po na thirr, ud'uni astajib lakum. Pra të mos kursehemi me duat tona, me lutjet tona. Mos mendojmë se po e teprojmë duke u lutur. Padyshim. Madje lutjen duhet ta përjetojmë, duhet sikur po e dëgjojmë thirrjen e Allahut ndaj nesh. Po na thirr, është kur thirr më bujari, lutuni mua që unë t'i përgjigjem. Ndërkohë që Allahu është më i vërtetë në fjalët e tij, Allah e mban premtimin dhe nuk e thën. Kur Allahu të fton dhe të thirr, po tregon që dua të përgjigjem. Leqet po të fton, ud'uni astajib lakum, lutuni mua që t'i përgjigjem. Allahu në ajetet e agjërimit na tregon që është afër. E dëgjon thirrjen e lutësit. Është afër dhe na përgjigjet. Nuk mbetet tjetër veç që ne t'i drejtojmë duar drejt Allahut dhe t'i parashtrojmë kërkesat e kësaj bote dhe botës tjetër. Pra në jetën e besimtarit lutja është diçka e vazhdueshme, është diçka prezente, qoftë përmes adhurimit që ju thatë, pra çdo adhurim është lloj lutje, po dhe përmes kërkesave për ndihmë, për begati. Pra jeta e besimtarit është dita e besimtarit është e mbushur me lutje, nëse më të thënë. Sigurisht. Nëse shikojmë nga fillimi kur fillojmë me faljen e ditës në namazin e sabatit deri në yatsi, ne vetë namazi në surën Fatiha, të cilën e lexojmë në çdo rekat, pra nëse shikojmë vetëm 17 herë lexojmë ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Kërkojmë me një farë mënyrë na dërgoj Allahu në xhenet. Dhe kjo është ajo lutje që na shoqëron vazhdimisht. Kur e shton faktin që Allahu i lartësuar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që kush besimtari kur e lut Allahun, Allah është bujar dhe i vjen turp që duart e besimtarit i kthen të zbrazta pa i vendos diçka prej mirësisë dhe hajrit në to. Ty vetëm se ta shton dashurinë edhe përkushtimin që ta lutesh Allahun për gjërat e vogla dhe të mëdha që i ke në jetën e kësaj bote. Ndërkohë, Ramazani është një muaj veçantë, janë ditë veçanta ku
të gjitha adhurimet marrin tjetër dimension. Si ti shfrytëzojmë këto minuta të fundit, si të reflektojmë ndoshta edhe tani në fund të Ramazanit për mundësitë e arta që Ramazani na jep për të lutur dhe për të kërkuar më shumë se gjatë kohës tjetër të vitit. Ramazani, një muaj i madh i vitit, madje mund ta quajmë sikur muaj i lutjeve, nga se Allahu i lartësuar, nëse shikojmë ajetet e agjërimit në surën Bekare, aty ku e obligon agjërimin për besimtarët, dhe në mesin e këtyre ajeteve ka vendosur një ajet që është për lutjen. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Kur të pyesin robërit e mi për mua, unë jam afër, dhe përgjigjen e merr vet Allahu përsipër duke treguar që jam afër, i përgjigjem lutjes së lutesit, dhe pastaj fillojnë ajetet e hapjes së iftarit. Uhillat lakum lejlet e sijami, kur Allahu i lartësuar na tregon që tani në natën ju lejohet prishja apo çelja e agjërimit. Dietarët kanë nxjerrën një dobi dhe kanë thënë që kur Allah i lartësuar ka përmendur këtë ajet në fund të agjërimit apo pas hapjes së agjërimit, sikur po na tregon që një kohë e pranimit të lutjes është ajo në prag të iftarit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që agjëruesi ka një lutje të cilët nuk i refuzohet. Dhe kjo vetëm se na shton për kushtimin tonë në lutje në këtë muaj të lutjeve. Shtoja faktin që në kohën e syfyrit Allahu i lartësuar zbret në pjesën e tretë të natës dhe thret. Dhe nuk na mbetet neve vetëm se ta dëgjojmë këtë thirrje dhe të themi po unë jam ai që po të lutem. Allahu i lartësuar në hadithin kutsi na tregon thotë, a ka ndonjë lutës që lutet që t'i përgjigjem? A ka dikush ndonjë kërkesë që t'ia plotësoj? A ka dikush që kërkon falje që t'ia pranoj kërkimin e faljes? Dhe ne në atë kohë të syfyrit jemi zgjuar. Nuk na mbetet vetëm se t'i ngrisim duar dhe ta lutim Allahun për të mirat e dunjas dhe ahiretit. Një këshill praktike hoç, ka dua ku personi ndoshta ngre duart dhe po themi parashtrimi i tij është pak më i gjerë, po ka dhe dua të shpeshta instinktive, siç themi zakonisht Allahu na ndihmoft, ose Allahu të udhëzoft, ose Allahu ta lehtësoft. A janë dhe këto lutje, po themi dua të plota, mund të konsiderojnë të plota edhe këto lutje? Sigurisht, edhe këto lutje janë për pjesës së traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje transmetohen shumë lutje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përsëritur kohë pas kohe, në koha të ndryshme, dhe nuk i ka vendosur ngritjen, nuk e ka kushtuar me ngritjen e duarve. Madje kjo është transmetuar edhe për dietarëve të hershëm dhe të vonshëm që kanë përsëritur lutje të ndryshme kohë pas kohe, nga se ndodh që të qellojmë në çastet kur Allahu i lartësuar dëgjon lutjen dhe na përgjigjet. Është e mirë, prandaj është edhe e ndaluar që të mallkojmë, nga se ndodh që dyert e qiellit janë të hapura dhe të pranohet mallkimi. Prandaj ne duhet ta mësojmë gjuhët tona që të lutej sa më shumë. Unë kam pa atje kur ishim në studime që mësuesit tan luteshin për fëmijët e tyre dhe për nxënësit e tyre sa herë që jo përmendin emrin, si themi o Muhammed Allahu bëv dietar, o Muhammed Allahu shpërbleft kështu me radhë, pastaj vazhdonte me kërkesat e tjera. Dhe kjo është një prej traditave apo virtyteve të cilët duhet t'i mësojmë gjuhët tona në raporte me vëllezërit tanë, me motrat tona, me prindërit tanë, që së pari t'ja paraprim me një dua dhe lutje për ta, si hapje e zemrës e tyre, pastaj dhe të vazhdojmë me kërkesat dhe bisedën tonë për të përditshme. Pra ky do të jetë një nga, po themi, edukimet që agjërimi mund të na ofrojë në këtë kohë për ta bërë pjesë instinktive tona sa herë që lëvizim apo kemi mundësi ta përmendim Zotin dhe paralelisht të bëjmë dhe dua dhe lutje. Sigurisht, sidomos nëse marrim parasysh kur në fillim të Ramazanit, na ka treguar profeti jon sallallahu alaihi wasallam që hapen dyert e qiellit dhe mbyllen dyert e zjarrit dhe thirr një thirrës, ja baghi el khair aqbil, o kërkues apo lëpës i mirësisë, përkushtohu dhe afroju mirësisë. Kjo vetëm se ta afron ty e lidhjen tënde me Allahun, nga se ty të ti bashkohen dy gjëra, gjendja fizike që i agjërueshëm dhe gjendja shpirtërore e ibadetit. Dhe tani ty po të plotësohen të gjitha elementet që t'jesh më afër Allahut dhe të dëgjohet thirrja jote tek Allahu, dhe këto shtoj lutjet. Ne nganjëherë i lirë tregohemi koprac me duat për të tjerët. Allahu i lartësuar depot e tij janë absolute, s'kan fund. Ne nuk duhet të tregohemi koprac në lutjet tona, përderisa sahabët janë lutur për gjërat më të imta, madje edhe për nallanet e tyre, për kputcet e tyre janë lutur. Ka qenë pjesë e edukatës së tyre, ka qenë pjesë e përditshmërisë së tyre. Ndërkohë, një element që i veçon dhe i bën më të veçantë besimtarët musliman
është elementi i vllazërisë. Pra ata duan për të tjerët atë që duan për vete. Ata luten shpesh vetëm për vete, për të mirat e tyre, për begatinë e tyre, për shpëtimin e tyre, por shpesh luten edhe për vëllezërit dhe motrat e tyre, një pjesë të cilët i njohin dhe një pjesë të cilët ndoshta nuk i njohin. Sa e veçantë është kjo? Çfarë vlere, çfarë peshe ka kjo? Që zatën këtu del në pa bukuria e Islamit, tek vllazëria islame. Kur ne jemi vëllezër me vëllezërit nga feja, pa pas afërsi farefisnore, afërsi të gjakut. Ne në përshëndetjen islame fillojmë duke u lutur për vëllezërit dhe motrat tona. Një farforme ti kur ti thu selam aleikum wa rahmatullah, je ka lutesh për ta që mëshira dhe bereqeti i Allahut ti kaloj Allahut tënd. Po ashtu, nëse shikojmë në namaz, tek at-tahiyatu lillahi në fund të tahiyatit, dhe themi që mëshira e Allahut për robërit besimtar të Allahut, qoftë për robërit besimtar të Allahut. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që lutja më e mirë është ajo që bëhet në fshehtësi. Dhe kur lutesh ti për vllahun tënd, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që një melek thot amin, ashtu qoftë edhe për ty. Ndërkohë që meleku i ka lutjet e pranuara, nga se meleku si krijesa e Allahut nuk din të rebelohet ndaj Allahut, është i bindur. Dhe meleku ti dëgjohet thirrja. Ndërkohë që ti lutesh për vllahun tënd besimtar, paralelisht i lutur edhe për veten tënde. Automatikisht. Por janë dy lutje në një, dy të mira në një. Dy dua në një. Sakt. Ndërkohë besimtari lutet edhe për familjarët e tij, normalisht instinktivisht do më të mirën për ta, kujdeset për ta dhe lutet për ta. Sa ndikon kjo në forcimin e lidhjeve familjare, në ruajtjen e lidhjeve farefisnore, porse dhe shoqërore? Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që me një hadith, me një udhëzim profetik, tahadu tahabu, shkëmbeni dhuratën mes jush, që t'ju shtohet dashuria. E lutja është njëra ndër dhuratat më të mira që ne mund t'ja bëjmë familjarëve tanë. Madje është transmetuar që një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë që unë me familjarët e mi kam disa grindje, kam disa përçarje. Atëherë profeti e udhëzon këtë njeri me këtë pyetje dhe i thotë: ku je ti nga kërkimi i faljes për ta? Ku je ti nga lutja e Allahut për ta? Sikur me një formë i tregojnë që kur ti kërkon falje për familjarët tu, për të dashurit tu, për vëllezërit dhe motrat, largohen ato mospajtimi dhe përçarje në mesin e juve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që prisit e juaj më të mirë janë ata që ju i doni dhe ju duan dhe ju luteni për ta dhe ata luten për juve. Sikur don më na tregu që kur ne lutemi për ata, ata do të na dojnë neve. Dhe kjo është një prej udhëzimeve të cilët dietarët e kanë jap. Nëse dëshiron që një person të dojë ty, lutë për ta. E në veçantë kur je mes teje dhe mes Allahut në fshehtësi. Po edhe t'ja shfaqesh haptazi, është një gjë e bukur. A tregon kjo një shenjë sinqeriteti, pra kur lutemi për dikë në fshehtësi, pa e ditur ai tjetri, është një shenjë mirë se ndoshta Zoti na ka bërë për të sinqertë, dhe pasi gjithsecili prej nesh ka dilemën se sa të sinqert jemi, sa të vërtet jemi, sa e duam vërtet të mirën. A është një shenjë e duhur? Pikërisht kjo është ai provimi në të cilin besimtari duhet ta kalojë që të jetë prej të sinqertëve. Nga se gjithsecili prej nesh haptazi mund të bëhemi burra të mirë, mund të kinse të shtirem se jemi burra të mirë, po provimi vendoset kur jemi në fshehtësi. Gjithsecili prej nesh pranë vëllezërve dhe motrave mund të sillim me sjelljen më shembullore. Mirë, por kur jemi në fshehtësi, aty del në pa dashuria jonë dhe dashamirësia jonë ndaj tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që nuk ka besu dikush besim të plot derisa t'ia doj vllaut të tij atë çfarë do për vetveten. Ndërkohë që kur ti lutesh në fshehtësi, kjo tregon për zemërgjërsinë tënde, për dashamirësinë tënde, tregon për sidkin, për vërtetësinë që e ke në zemër. Dhe madje kur ti lutesh për vllaun tënd, duhet ta kesh parasysh se raporti yt me Allahun është në bazë të emrave të bukur të Allahut. Për emrave të bukur të Allahut është shekur, mirënjohësi më i mirë. Kur ti lutesh për vllaun tënd, Allahu ta vlerëson, është mirënjohës ndaj teje dhe ta shpërblen. Herët apo vonë, nuk do ta gjesh atë shpërblimin e asaj lutje. Nga se edhe pejgamberi na ka treguar që besimtari lutjet e tij janë të pranuara, ose i pranohet aty për aty, ose i depozitohet dhe i ruhet për në ahiret, në ditën e gjykimit, apo i bëhet si pengesë mburoj për ndonjë fatkeqësie që ka pas mi godit dhe mbëhet ajo lutje si mburoj ndaj tij. Ndërkohë, pjesa më sfiduese është lutja për ata të cilët ndoshta nuk i dua më shumë. Ndoshta janë her pas here ndoshta edhe rivalët tanë,
konkurrentët tanë në jetën e kësaj bote, po ndoshta me një pjesë kemi edhe keqkuptime, kemi ndoshta edhe konflikte. A ka lutje për këtë kategori, a duhet të lutemi, a obligohemi, a ka shpërblim, si është trajtimi i këtij aspekti? Nëse vrejmë librin e Allahut të lartësuar, e shohim udhëzimin për të cilin na jep neve në Kur'an, duke na thënë për besimtarët të cilët luten për besimtarët që kanë parakaluar para tyre, duke thënë Rabbana ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Allah o Zoti jon, fali besimtarët të cilët na kanë parakaluar neve me besim dhe mos lë në zemrat tona urrëtie dhe smir dhe zili ndaj tyre. E shikojmë, ky është udhëzimi të cilin besimtari duhet ta ndjekë. Tek çështja e mërisë, te çështja e zilisë ndaj të tjerëve, apo ata të cilët neve na kanë bërë padrejtësi, na kanë bërë zullum, njeriu është i prirur që të hakmerret. Mirë po, ajo çfarë e shkarkon këtë hakmerrin nga zemra besimtarit, nga se ky pezëm më së shumti e dëmton vetë besimtarin, çështja e parë që duhet ta bëjë është që të lutet për to. Pra nëse gjejmë forcë që të lutemi për të, do thotë se ndoshta e kemi fituar këtë betejë me veten tonë së pari. Sepse do forcë diçka e tillë. Duhet ta sforcoj vetveten jashtëzakonisht shumë, duhet ta luftoj, nga se këtu është ajo poenta që ky është ai provimi në të cilin ti duhet të kalosh. Ta luftosh vetveten dhe të lutesh për to. Të lutesh për to, për mirësitë e dunjas dhe ahiretit, duke kujtuar faktin se një melek thot për ty qoftë ashtu. Dhe kjo është ajo çfarë ty ta liron. Dhe në mënyrë rrjedhore dhe atij do t'i largohet ai pezëm me lejen e Allahut dhe ndodh që ky kthim i mirë i joti ndaj tij, në atë qiell të vrarë që ka pas ndaj teje, të kthehet me mirësi. Allahu i lartësuar thot: "Wa ma jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan", dhe nuk është shpërblimi për të mirën veçse e mirën. Dhe kur fillon me lutje, pastaj ti edhe kur do të takohesh, do t'i buzëqeshësh. Nga se vetëm se je lutur ti kur ke qenë në fshehtësi me Allahun dhe vetëm se i ke largu pengesat mes teje dhe mes atij. Dhe shejtani me një farë forme e ka humbur betejën dhe ti ke dalë triumfues. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është dhe ndjesia e të qenurit një bashkësi, të qenurit një ummet, të qenurit krenar që i përket një grupi të madh njerëzish me të cilët ndanë të njëjtat besime, të njëjtat parime, të njëjtat vlera. Sa duhet të jetë pjesë e përditshmërisë lutja për besimtarët në përgjithësi, si ummet, si bashkësi? Besimtarët e shohin veten si pjesë e ummetit dhe ummeti në përgjithësi, ashtu siç e ka përshkruar profeti sallallahu alaihi wasallam, është sikur një trup. Nëse një pjesë vuan dhe ka dhimbje, e ndjen edhe pjesa tjetër. Ndaj edhe besimtari kur e sheh gjendjen e ummetit, e ndjen një farë dëmshërie dhe ndjen një farë keqardhje për gjendjen e tyre dhe lutet për ta, nga se e sheh vetëm pjesë e saj. Nëse një pjesë e ummetit përmirësohet, do të përmirësohet edhe gjendja e tij automatikisht. Dhe besimtari këtu e merr një mësim që sa herë të sheh dobi, të sheh begati tek të tjerët, duhet qysh është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të thotë masha Allah tabarakallah, dhe një farë formë është lutje për begati që Allahu t'ju jep. Madje janë disa vende ku Allahu i lartësuar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që pranohen lutjet, sikurse dita e Arafatit apo ora e fundit, çastet e fundit të ditës së xumë, në prag të iftarit. Mirë, po është një vend tjetër, të cilët shumë pak ndoshta përmendet. Është ai rasti kur ti e sheh ndonjë begati tek vllau yt, tek një pjesë e xhamatit. Në ato momente, nëse ti e lut Allahun për ato mirësi, duke lutur Allahun që edhe atij t'ja begatoj, dhe t'ja shtoj dhe t'ja ruaj, është nga mundësitë dhe çastet kur Allahu ty ta pranon lutjen. Dhe argument për këtë është kur Zakaria alayhi salam hynte tek Mariemja dhe i shinte ato begati të ushqimeve të ndryshme në stinën e verës dhe të dimrit, prej frutave dhe ushqimeve, i tha: "Anna laki hadha", prej nga e ke? Prej ka po të vinë këto? Mariemi u përgjigj se janë nga Allahu, ai e furnizon këtë doj pa hesab. Hunalika da'a Zakaria rabba, Zakaria aty e luti Allahun. Dhe tha: "O Allah, jepem pasardhës, habli min ladunka dhurriyatan tayyiba", jepem pasardhës familje të mirë. Innaka sami'ud du'a, ti e dëgjon lutjen. Dhe aty Allahu i lartësuar ja pranoi për lutjen e Zakariait dhe e furnizoi me fëmijë dhe ja dha Yahyan. Dhe këtu e shohim se ne kur i mbledhim të gjitha këto elemente, ti sa herë kalon në rrugë dhe e sheh pjesëtarë të muslimanëve takon në xhami që e gëzojnë ndonjë begati, ti do të lutesh për ta. Dhe në ato momente kur lutesh ti për ta për begati, janë çaste kur ti mund ta lutesh Allahun për begati që edhe ty t'i jep, nga se fadlullahi wasi', mirësitë e Allahut janë të gjera.
nuk kanë të ndalura. Mos ti analizojmë mirësitë e Allahut sikurse me matematikat tona të dunjas. Ato janë pa kufi. Mjafton që ta lutesh Allahun nga sa është bujar. Në ato momente kur sheh begati, ta lutesh edhe për ata dhe për vete. Dhe njëkohësisht kjo vlen si shtytës që ta falënderosh Allahun për begatitë që i kanë ata dhe që të begaton edhe ty. Nga sa Allahu i lartësuar thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Kur ju falënderoni, Allahu ju ushton ato juve. Atëherë, si lidhet lutja për të tjerët me mëshirën dhe begatinë e Ramazanit? Lutja për të tjerët në lidhje me mëshirën që zbret në muajin e Ramazanit ka të bëjë me raportin ton me Allahun e lartësuar. Nga se dietarët i kanë përmendur në krye të tyre Ibn Qayyimi thotë është një rregull se si i trajton ti të tjerët, Allahu do të trajtojë ty. Prandaj edhe kanë ardhur shumë udhëzime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mëshironi ata që gjenden poshtë jush, që ti mëshiroj ai që është sipër jush, për Allahun e lartësuar. Dhe në muajin e Ramazanit duhet të del kjo në pa dhe më shumë. Ne kërkojmë faljen e Allahut sidomos në 10 e fundit. Ndërkohë që ne duhet t'i trajtojmë të tjerët me falje, dhe duhet t'i mëshirojmë, dhe t'i tolerojmë, duke shpresuar që Allahu i lartësuar të na trajtojë edhe neve me falje dhe me mëshirë dhe të na tolerojë për tmetat dhe lëshimet të cilat i bojmë. Kjo është një rregull që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht na ka udhëzuar dhe na ka orientuar që kush e liron barrën e një besimtari në jetën e kësaj bote, Allahu i lartësuar do t'ia lehtësojë barrën dhe do t'ia lirojë problematikat në ditën e gjykimit. Kush ja largon një hall, Allahu ja lartësuar ja largon një hall atij, një gjendje, një problematikë që e ka. Dhe kjo është një udhëzim të cilin ne duhet të na ndjek, të na shoqërojë gjatë tërë jetës. Ky raport ne me krijesat është lidhje horizontale dhe pastaj me kemi lidhjen vertikale me Allahun. Ti trajtoj krijesat me mëshirë dhe butësi, ashtu qysh Allahu i lartësuar dëshiron ty të trajtoj. Një pjesë tjetër e rëndësishme është interesimi për të tjerët. Pra besimtari nuk është një qenie individualiste që interesohet vetëm për hallin dhe problematikën e vet. Madje në një hadith profeti alayhis salam thotë se nuk është përnesha i cili nuk interesohet për hallat, problemet e besimtarëve kudo qofshin ata. Si duhet i përfshim, po themi së paku, në lutjet tona ato, po themi, vende të cilat mund të jenë përfshirë në fatkeqësi, në sëmundje dhe në situata të vështira. Interesimi jon për umetin e kemi se besimtari nuk është individualist, nuk është egoist, na mëson Islami në shumë mësime. Mirë, për shembulltirën më të madhe kemi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit, në hadithin e gjatë të ndërmjetësimit, kur të gjithë profetët shkojnë njerëzit që të fillojë gjykimi, i dhe elusin Ademin, pastaj shkojnë te Nuhu, te Ibrahimi, te Musa, te Isa, të gjithë thonë nefsi, nefsi, vetja ime. Ndërkohë, profeti jon sallallahu alaihi wasallam thot ummeti, ummeti. Dhe thot umeti im. Këtu një formë tregon dëmshërinë dhe mëshirën që e ka për umetin e tij, po njëkohësisht na mëson edhe neve që ku duhet të jetë brenga jon dhe ku duhet të jetë halli jon. Të themi umeti jon. Mirë po, se paku duhet t'i shoqërojmë umetin, pavarësisht vendit, pavarësisht ngjyrës së lëkurës, pavarësisht ku gjenden, t'i shoqërojmë në lutje. Nëse nuk kemi mundësi t'ju ndihmojmë fizikisht apo materialisht, se paku t'i ndihmojmë me lutjet tona, të mos e harrojmë. Kjo është minimalja që që duhet ta bëjmë është që t'i shoqërojmë në lutjet tona. Nëse shikojmë namazin ton, në pjesën nga suneti që në fund të namazit është të lutemi për besimtarët. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, falë mua, prindërit e mi dhe besimtarët në ditën e gjykimit. Është një lutje të cilën ty shoqëron në çdo namaz. Dhe si ka mundësi nëse ti lutesh për besimtarët në çdo namaz, pastaj të mos interesohesh dhe të jesh shpërfillës ndaj tyre, së paku duhet të shoqërojmë në lutjet tona dhe në dertet tona muslimanët kudo që gjenden mbar botën. Dhe në përfundim disa këshilla praktike se cilat janë ato lutje që janë të gabuara. Pra ka njerëz që luten, po ndoshta luten në formën e gabuar. Mallkimi është një lutje, por se është paralelisht dhe e kundërta e lutjes. Disa këshilla në këtë aspekt. Besimtari duhet të jetë vigjilent në lutjet e tij, nga se Allahu i lartësuar e dëgjon çfarë thot. Dhe para së gjithash Allahu e din edhe gjendjen e besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që besimtarit i pranohen të gjitha lutjet. Ose i përgjigjet aty për aty, apo i ruhet për ditën e gjykimit, apo e mbron Allahun nga ndonjë sprova apo fatkeqësi që ka pas miku ditë, dhe vazhdon hadithi thot, përveç se nëse lutet për shkëputje të lidhjeve farefisnore, apo ngutet në lutjet e tij dhe thot u luta, por nuk mu përgjigj Allahu. Këtu e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka orientuar që mos bëjmë dua kundër nesh. Madje kemi udhëzimin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e orienton
dikë prej sahabeve duke u falur namaz të natës, i ka thënë kur vjen gjumi shumë, atëherë bie pusha dhe flej dhe mos u fal në sforcim, nga se ka mundësi shejtani t'i përshpërit besimtarit dhe të lutet kundër vetvetes. Dhe nëse qëllon ajo kohë ku pranohet lutja, siç është pjesa e tretë e natës, atëherë do të ketë një fatkeqësi shumë e madhe dikush ta lut Allahun kundër vetvetes. Prandaj besimtari është vigjilent dhe është i matur në veprimet e tij, në fjalët dhe në veprimet e tij dhe në qëndrimet e tij, dhe lutet vetëm pse hajër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet vetëm mirë. Pastaj Allahu thot: "Wa qulu lin-nasi husna", dhe thujani njerëzve fjalë të mira, thujeni fjalë miradije, fjalë lavdërimi. Besimtari prandaj duhet të jetë i matur në lutjet e tij dhe të lutet vetëm për hajër. Hoxh Berimi, Zoti shpëlbef për këto këshilla, këto porosi, këto orientime se si lutja jon të jetë jo vetëm e duhur në formë, por se si të jetë dhe më e begat dhe më e shpërbyer tek Zoti. Zoti nderoft. Allah i shpëlbef kënaqësia ime. Të ndërë miq, këtu e mbyllim dhe këtë takim të sotëm dhe me këtë takim mbyllim gjithë ciklin edhe këtë maraton transmetimi të përditshme, të përnatshme në këtë muaj të begat të Ramazanit, ku kemi ofruar modestisht besoj më të mirën e edukimeve fetare, edukimeve islame, edukimeve veçanërisht të Ramazanit. Shpresoj dhe lut Zotin që të jenë këto edukime, mësime dhe shkollë të cilat jetësohen edhe mbas këtij muaji të begat dhe kthehen në pasuri dhe në begati për jetën tona, për familjen tonë dhe për gjithë muslimanët. Duke lutur Zotin që gjithçka të ketë qenë pranuar dhe e dobishme, shpresoj për ju që begatia dhe mirësia e Zotit të vazhdoj edhe përtej këtij takimi së bashku. Kalofshi sa mirë.